Edhe pse me vonesë disa muajshe 6 biznese Ferizajese nënshkruan sot kontratat me komunën e Ferizajt për marrje në shfrytëzim të pronës komunale, në cilën synojnë që të rrisin dhe zhvillojnë më tutje biznesin e tyre të prodhimtarisë. Këto biznese, përveç zotimit se do të investojnë gati 6 milion euro në për veprimtarit e tyre, kanë garantuar komunën se do të hapin 213 vende të reja pune. Disa nga pronarët e këtyre bizneseve, përfitues të parcelave të ndryshme, pronë komunale që do të shfrytëzojnë për 50 vite pa kompenzim, thanë se janë falënderues komunës e cila po i mundëson atyre që të zhvillohen, derisa premtuan se do t'i përmbahen kontratës me çka do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të komunës. Kemi qenë të zhvillu biznesin, por nuk kemi pas hapësirat mjaftueshme për me zhvilluar biznes. Tash ne na ka dhënë mundësia që të zhvillojmë edhe më shumë biznesin, që të punësojmë punëtorë të ri, edhe të arrisim biznesin në komunën tonë. Sa i përket procedurave të cilat janë dhënë ose që na ka dhënë kjo, unë për vete e konsideroj shumë transparent këtë komision që ka bën këtë vlerësim të bizneseve. E falenderojmë komunën dhe kryetarin për mundësinë që na ka dhënë me rrit biznesin. Na veç gradualisht e kemi rrit edhe hera tjera, por tash është një mundësi shumë e mirë për atë lokalitet edhe atë pjesë që na ka dhënë. Do t'i përmbajmë kushtet të cilat janë aty me përpikëri, besoj që edhe i të kalojmë ato. Mendoj që është një punë shumë e arsyeshme, se sikur disa biznese ekzistuese të investonin në ato prona, me siguri biznesi tyne do të ngeste shumë, kështu që është një mundësi shumë e mirë për ta. Edhe në plan e kam cek që jam interesuar sidomos femnat, në mënyrë që aty do ta bëjnë një praktik, do të punësohen një kohë, edhe jam e sigurt që ato nesër do të pavarësohen, do të hapin biznese të reja, sidomos për bletari. Ndërka që kreu i komunës Muharrem Sfarqa ja rikujtoi edhe një herë këtyre bizneseve se duhet t'i përmbahen në përpikëri kushteve dhe kritereve të kontratës, ndërsa të gjithë punëtorët e punësuar me doemos duhet të jenë të lajmëruar në ATK. Kërkoj ashtu siç është e precizuar edhe në kontrata që të punojnë sipas planeve të tyre bizneseve, t'i pranojnë numrin e punëtorëve ashtu siç e kanë shkruar në kërkesat e parashtruara, dhe që numri i punëtorëve të jetë i evidentuar dhe i regjistruar në administratën tatimore të Kosovës si punëtorë të cilët për herë të parë krijojnë një marrëdhënie pune dhe që ta zbatojnë dhe realizojnë planin dinamik të investimeve. Në rast se në ndërkohë shfaqen probleme në realizimin e këtij planit bizneseve dhe të dinamikës tyre, procedurat e parashojnë që ju jeni të obliguar që t'i parashtrojnë një kërkesë komunës së Ferizajt për zgjatjen e këtij plani, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 muaj. Komuna e Ferizajt ka nisur që nga viti 2007 me krijimin e disa zonave ekonomike, ndërka që pritet që këtë vit të ndahen edhe 13 hektar pronë komunale në Babuç për dhënien në shfrytëzim për bizneset ferizajese dhe investitorë të mundshëm.